Në Vlorë ka filluar të qarkullojë edhe COVID-19. Agron Bashllari, shefi i epidemiologjisë, thotë se numri i rasteve të konfirmuara pozitiv me COVID është i konsiderueshëm. Sipas Bashlarit, rritja e rasteve është ndikuar nga fluksi i lartë i pushuesve dhe turistëve që ka patur në qytet. Vizitorët që vijnë përgjatë vjeshtës kanë qenë të shumtë, ndaj dhe rastet me COVID janë të shtuara. Bashllari tregon se përgjatë kësaj periudhe dominojnë më tepër rastet e COVID-19, por situata do të ndryshojë përgjatë muajit nëntor, si dhe në vazhdim ku parashikohet të kemi një rritje të rasteve me gripin e stinës. Aktualisht kemi viroza në qarkullim, ende nuk kemi konfirmim të gripit, pra si virus, shpejt për të thënë, por njëkohësisht dihet që kemi qarkullim dhe të COVID-it. COVID-i është një virus gjithvjetor. Gjithvjetor do të thotë që në çdo stin mund të kapet dhe është i lidhur kryesisht me qarkullimin e njerëzve, pra me lëvizje të masave të mëdha njerëzit, dhe sezoni veror bën pikërisht këtë gjë, pra që rrit shumë popullatën në Vlorë, persona që lëvizin pra nga jashtë brenda dhe anasjellës, detyrimisht ka sjellë dhe rritjen e sëmundshmërisë ndaj COVID-it, gjë e cila do vazhdojë gradualisht duke u zbehur dhe në fund të nëntorit apo në dhjetor pra do fillojnë të dominojnë pikërisht virusi i gripit. Shefi i epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, thotë se vaksinimi antigrip është shumë i rëndësishëm, pasi vaksina mbron shëndetin që qytetari mos të përjetojë ndërlikime të shumta nga gripi stinor. Krahas mbrojtjes së shëndetit, vaksina antigrip mbron edhe të tjerët, pasi nuk lejon përhapjen e gripit të stinës tek familjarët, kolegët apo tek të gjithë ata që takojmë çdo ditë. Tepër i rëndësishëm sipas Bashlarit është edhe vaksinimi i fëmijëve që shkojnë në kopësht dhe në shkolla. Vaksina është shumë e rëndësishme dhe qëllimi i bërjes së vaksinës është pikërisht kjo, që personi të mos pësojë probleme të rënda pasojë e infektimit nga gripi. Pra një person që bën vaksinën eviton klinikën e rëndë dhe shtrimin në spital, ose më saktë eviton vdekjen në rast se mund të jetë kjo pasoja fatale e gripit, por jo vetëm, ky person mbron dhe familjarët e vet, apo mbron dhe vendin e punës, kolegët në rast se është në një kolektiv pune. Dhe shumë e rëndësishme, ju e dini që gjatë sezonit të gripit, ne kemi përhapje masive nëpër shkolla dhe nëpër kolektiva ndërmarrje. Pra fëmijët duhet të vaksinohen ndaj gripit. Siç ju thash, vaksinimi të fëmijët fillon që 6 muajsh. Dhe mosha pediatrike është moshë që frekuenton masivisht spitalin në sezonin, dimri pikërisht për shkak të infeksioneve respiratore ku virusi dominant është virusi i gripit. Kështu që prindit duhet i kushtojnë shumë rëndësi bërjes së vaksinës së gripit në moshat pediatrike, gjë e cila ofrohet dhe nga vaksinat, pra nga fushat e vaksinimit që jemi duke. Në Vlorë fatmirësisht nuk ka versione të tjera të viruseve të cilat qarkullojnë në popullat krahas COVID-19 apo dhe gripeve stinore.